Prap mungon një sqarim nga ana e PD-s për çështjen e Ballukut, pra të çështjen e gjykatës kushtetuese me parlamentin. Po të shohësh reagimin e Gazmend Bardhit, është e çuditshme për mua se ajo është jurist, dhe është jurist i mirë. Thotë që Rama dhe kushtetuesja po pengojnë SPAK-un. Në fakt është çik më i gjerë se kaq, që duhet ta kuptojnë njerëzit. SPAK-u është hileqari numër 1 në gjithë këtë histori. SPAK-u ka kërku një mas qesharake ndaj Ballukut, një mas pezullimi nga detyra, pra mas që e dinte shumë mirë SPAK-u që është e diskutueshme. Ka kërku këtë për ta fut në hullit ku e ka fut sot. Pra Rama thotë unë po pyes kushtetuesen dhe nuk mbet as parlamenti për të heq mandatin, pasi shkoi më me zor SPAK-u, gjoja me i kërku mandatin për ta arrestuar. Pra çfarë vështirësie kanë këta, dalin dhe ta shpjegojnë që ti thonë, shiko, hileqari i parë në këtë lojë është SPAK-u. Pastaj SPAK-u dihet me kë kombinohet kur bën hile, kombinohet me Edi Rama. Edhe gjykata kushtetuese në këtë rast është thjesht një vegël ose një organ që i kanë hodhur patatë nxehtë në dorë dhe s'di çfarë bëjnë. Pra, nuk është kështu siç e shpjegojnë këta. Unë çuditem pse mungon një shpjegim i tillë, se çështja e Ballukut është gjë shumë interesante, se është prova e fundit për drejtësinë, për ta parë edhe më budallaj, se ka dhe brenda të majtës edhe brenda medjave të majta, pra ka çarje kjo, nuk është si për rastet e tjera që i bëhen bashkë grusht ata. Tani njerëzit e Veliajt, për shembull, si mediat që mbështesin që paguheshin nga Veliajt, po edhe një grup njerëzish brenda PS-s që janë me Veliajn, e duan ta shohin burg Ballukun. Po ta se thon dot. Nuk e thon dot se i gri Edi Rama, nuk e thon dot askush, këto hidhen e përdridhen në këtë dhe nuk e bëjnë dot. Këto do ta bëjnë këta, do ta bëjnë këta, ta shpjegojnë dhe ti thon, shikoj se SPAK-u është Chelsea, është i hiles këtu në këtë mes. Pastaj merru me gjykatën kushtetuese, merru me Ramën, se për Ramën i thu gjithë ditën, po në këtë rast Rama po e përdor në mënyrën më ekzemplare të mundshme SPAK-un. Pra SPAK-u i ka shku pas fijes Ramës. I kërkoi diçka që e dinte që do shkojnë në gjykatë kushtetuese, e dinte që Rama do dilte do bënte do agresohej, ashtu që si më heq ti zëvendësen mua ku e merr ti këtë drejtë, po ndërhyn çështjet e ekzekutivit e kujtun gjitha me radhë. Edhe SPAK-u ja dha dorë atë, tani çfarë bëjnë loj kungulleshkas. Pra ky është thelbi që duhet ta shpjegojnë Partia Demokratike.